Përshëndetje, mirë se erdhët. Kam kënaqësinë sot që me publikimin e shifrave më të fundit të cilat u publikuan nga Instituti i Statistikave, për sa i përket të dhënave të tremujorit të parë të vitit 2026 për rritjen ekonomike, të bëj një analizë dhe një përmbledhje të shkurtër të gjithë teorisë ekonomisë për tremujorin e parë të vitit. Siç u publika, ekonomia shqiptare në tremujorin e parë të vitit 2026 u rrit me 3.71%, rritje kjo që vazhdon të qëndrojë mbi mesataren e Ballkanit Perëndimor, e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila rezultoi 3.6% dhe gjithashtu mbi mesataren e Bashkimit Evropian, e cila është ndjeshëm më ulët në nivelin 1%. Sipas sektorëve, ecuria e ekonomisë vijoi të mbajë një shpërndarje të qëndrueshme. Sektorët me rritje dhe me kontribut më të lartë në ekonominë kanë qenë sektori i administrimit, shëndetit publik, arsimit, sektori i aktiviteteve profesionale dhe shkencore dhe teknike, sektori i ndërtimit dhe sektori i pasurive të paluajtshme. Në vlera reale të rritjes, ndërtimi u rrit me 3.33%, tregtia, transporti dhe hotelet u rritën me 1.61%, informacioni dhe komunikacioni u rritën me 2.48%, aktivitetet financiare dhe të sigurimit u rritën me 5%, aktivitetet e pasurive të paluajtshme u rritën me 8.9%, aktivitetet profesionale dhe shkencore u rritën me 7.32%. Dy degët të cilët rezultuan me rënje të aktivitetit ekonomik ishin bujqësia, pyet dhe peshkimi, të cilën rezultuan me një rënje prej 0.49%. Në këtë sektor, në fakt, performanca e negative është ndikuar nga sektori i blegtorisë dhe i peshkimit, ndërsa sektori i bujqësisë ka pasur një rritje me 8.7%. Dhe siç do shohim dhe nga analiza më tutje, këto shifra konfirmohen dhe nga treguesit qoftë të ecurisë eksporteve në këtë sektor, që është një parafrues shumë i mirë për zgjidhimin e sektorit bujqësor. Nga ana tjetër, sektori i industrisë, e cila përbën shumë në ndeg, ka pasur një performancë negative, ka rënë me aktiviteti është ndalësuar me 2.17%. Ky aktivitet është ndikuar kryesisht nga aktivitetin në industrinë nxjerrëse dhe ato tekstile, ndërsa sektori i energjisë elektrike, por edhe industria përpunuese ushqimore kanë rezultuar me rritje dhe konkretisht industria ushqimore është rritur me 10.6%, ndërsa energjia është rritur me 8.34%. Sa i takon strukturën e ekonomisë, struktura e ekonomisë shqiptare vijon të dominohet për sa i përket sektorëve nga sektori i shërbimeve, që përbën 49.6% të peshës në ekonominë shqiptare, të ndjekur nga bujqësia, pyet dhe peshkimi, i cili përbën 15.5%, gjithashtu industria 10.2% dhe ndërtimi me 10.7%. Nga ana e shpenzimeve, rreth 72.99%, pra 73% e shpenzimeve ndikohen nga konsumi familjar, i cili gjithashtu për tremujorin e parë të vitit rezultoi me një rritje prej 3.94%. Siç thash, pra 70% e metodës së shpenzimeve përbëhet nga konsumi familjeve, ndërkohë që edhe investimet që përbën një peshë të rëndësishme në zhvillimin ekonomik të vendit kanë vijuar të rriten me 3.94% në tremujorin e parë të vitit 2026. Sa i takon aktivitetit të tregtisë së jashtme, qoftë eksportet e mallrave të shërbimeve, qoftë importet, kanë qenë me rritje në tremujorin e parë të këtij viti. Eksportet janë rritur me 9.36%, ndërsa importet janë rritur me 7.39%. Si tregues kryesor të stabilitetit makroekonomik, ne bëjmë një analizë çdo tremujor sa herë ka publikimet të Institutit të Statistikave apo të dhënave të Bankës së Shqipërisë, dhe kemi parë që treguesit kryesor tregojnë për një ekonomi e cila mbetet e qëndrueshme dhe tregues makroekonomik të cilët tregojnë jo vetëm qëndrueshmëri të rritjes së momentit, por edhe qëndrueshmëri ndaj krizave që mund të vinë në të ardhmen. Kështu
Konkretisht, borxhi në tremujorin e parë të vitit ra në nivelin 48.8% nga 54.1% që ishte në tremujorin e parë të vitit 2025. Sa i takon investimeve të huaja direkte, kanë vijuar të rriten. Fluksi i investimeve të huaja direkte për tremujorin e parë të vitit ishte 400 milion euro, me rritje prej 11.9% në krahasim me tremujorin e parë të një viti më parë të vitit 2025, ndërsa në nivel stoku investimeve të huaja direkte tashmë ka arritur në nivel 17.4 miliard euro, me rritje me 12.2% në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025. Sa i takon rezervës valutore, ajo është në nivelin 7.6 miliard euro, në rritje me 12.5%. Rezerva valutore është e rëndësishme për të kuptuar se ekonomia shqiptare është e qëndrueshme ndaj të gjithë goditjeve që mund të vinë nga luhatjet e ekonomisë botërore. Po të ndalim tek investimet e huaja direkte, sigurisht faktor i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Unë shohim se pjesa më e madhe e investimeve, e flukseve të investimeve ka ardhur nga Austria, kanë qenë rreth 60 milion euro të ardhura nga Austria, e ndjekur nga Italia me 49 milion euro, Holanda me 48 dhe kështu Turqia e Kosova me radhë. Sa i takon fluksit të investimeve të sektorëve në të cilët janë përqendruar ato, ne kemi 42.5% të investimeve janë përqendruar në aktivitetet e pasurive të paluajtshme, të ndjekur me 16.8% nga aktivitetet financiare dhe të sigurimit, e më pas 9.4% energjia elektrike, uji dhe gazi. Këto janë sektorët kryesorë të cilët kanë tërhequr investimet e huaja në vend. Financimi i konsumit, si thash, konsumi këtë tremujor u rrit me gati 4%. Financimi i konsumit ka ardhur nga të gjitha burimet. Ne kemi pasur një rritje të pagave, e cila ka qenë e qëndrueshme gjatë viteve të kaluara. Për tremujorin e parë të vitit 2025, pagat mesatare ka arritur në nivelin 90.000 lekë, me rritje prej 9.6% në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025. Pensionet gjithashtu kanë vijuar të rriten me 2.7%. Remitancat, që janë një tjetër burim i të ardhurave të disponueshme të familjeve shqiptare, janë rritur me 9% dhe të gjitha shifrat kanë rezultuar në një rritje prej 3% të ardhurat disponueshme për qytetarët shqiptarë. Sa i takon dinamizmit të bizneseve, gjatë muajve, 5 muajve të parë të vitit, kemi parë një vijim të incentivës për bizneset që të regjistrohen. Konkretisht janë 9.591 bizneset të reja, të cilat janë regjistruar në këtë 5 mujor të parë të vitit, të cilat gjithashtu në total kanë rezultuar në një qarkullim më të lartë të bizneseve në ekonominë shqiptare. Në total, bizneset shqiptare kanë qarkulluar për 5 mujorin e parë të vitit 142.8 miliard lek më shumë se sa në 5 mujorin e parë të vitit 2025, ose konkretisht një rritje prek 9.3%. Sipas sektorëve, rritja më e lartë të shënuar në sektorin e shërbimit me 21%, sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë është rritur me 10%, sektori prodhimit është rritur me 3% dhe sektori ndërtimit është rritur me 6%. Ngadalësim ka pasur vetëm sektori i transportit, e kuptueshme kjo duke u bazuar edhe në krizën e çmimeve të karburanteve, e cila sapo kaloi dhe urojmë të jetë e qëndrueshme. Përsa i përket tregu i punës ka vijuar të ketë një ecuri pozitive, papunësia në tremujorin e parë të vitit shënoi 8.4%, e cila krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2025 është 0.3% më e ulët. Paga minimale ka vijuar të qëndroj 50.000 lekë, që nga tremujori parë i këtij vitit, ndërkohë që, siç paraqita më parë, paga mesatare është në nivelin 90.000 lekë. Një tregues i rëndësishëm i ekonomisë, për cilin ne jemi duke punuar intensivisht me qëllim përmirësimin dhe incentivimin e bizneseve, është dhe produktiviteti i punës, i cili për tremujorin e parë të vitit 2026 në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025 është rritur me 3.2%. Nëse do të
të kthehemi tek performanca e tregtisë së jashtme, siç kemi bërë me dije edhe më parë, tregtia jashtme është e dominuar nga tregtia e shërbimeve, konkretisht 78.6% e strukturës së tregtisë jashtme përbëhet nga shërbimet dhe 21.4% përbëhet nga mallrat. Eksportet e shërbimeve u rritën në tremujorin e parë të vitit me 8%, duke arritur në nivelin 1.62 milion euro, ndërsa eksportet e udhëtimeve, të cilat përbëjnë peshën kryesore të eksporteve të shërbimeve, arritën vlerën 1 miliard euro, apo 15% më shumë se një vit më parë. Sa i takon tregtisë së mallrave, gjithashtu për periudhën e 5 mujorit të parë të vitit, kemi pasur një ecuri pozitive të tregtisë së mallrave. Eksportet e mallrave u rritën me 4.5% në krahasim me vitin 2025, ndërsa importet e mallrave u rritën me 3.1% në vitin 2025. Në fund, për sa i përket strukturës së tregtisë së jashtme, ne shohim që kemi pasur një ecuri pozitive të eksporteve të mallrave, të ushqim, pije, duan, siç thash dhe më parë, që janë aktivitetet të cilat janë të lidhura me sektorin bujqësor. Kemi pasur një ecuri pozitive të minerale lëndëdjegëse dhe energji elektrike, kryesisht të lidhura me eksportin e energjisë elektrike, të cilat për 5 mujorin e parë u rritën me 20.2%, ndërsa kemi pasur një ngdalësim tek lëkura dhe artikujt për lëkure, vlerë kjo e ndikuar kryesisht nga ecuria e kursit të këmbimit. Nga ana tjetër, kemi pasur një ecuri pozitive kryesisht në të gjithë komponentët e importeve të mallrave, përjashtuar importin e lëkurës dhe artikujve për lëkure, siç thash, e ndikuar nga aktiviteti i industrisë tekstileve. Këto ishin shifrat kryesore të tremujorit të parë, por edhe më gjerë të 5 mujorit të parë të vitit 2026 dhe jam e hapur për pyetje nëse keni. Mimoza Ibra nga Vision Plus. Zonja Ministre, në cilën fazë ndodhet reforma e pensioneve, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë, a e keni tashmë një projekt final për Zvërnecin dhe çfarë do të thotë një investim i tillë për ekonominë shqiptare? Çfarë ndikimi ka një investim i tillë në ekonominë shqiptare? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjet. Në radhë parë, në lidhje me reformën e pensioneve, është një analizë disa mujore që për disa muaj që tani Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit është duke kryer. Ne konkretisht këtë javë kemi një javë intensive në diskutimesh me ekspertë të Bankës Botërore, të cilët na suportojnë në hartimin e reformës së pensioneve dhe brenda muajit shtator ne do të bëjmë të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Për sa i përket çështjes projektit të Zvërnecit, ne siç e kemi bërë publik dhe në dalje të shumta gjatë kësaj periudhe dhe intensive, ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peizazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili përafërsisht, nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar, i cili siç jeni bërë gjithashtu me dije, nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve, ka qenë në nivelin e 4 miliard eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliard euro, sigurisht 4 miliard përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madh, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendase. Projekti është si çdo projekt në fushën e turizmit dhe të zhvillimit të turizmit, ka disa faza. Në fazën e parë, patjetër që do të ketë një angazhim të madh
të punësuarve në vend, kryesisht në sektorin e turizmit, e ndërtimit, dhe më pas, cilët do të jenë të punësuar që do të jenë aty për sa kohë që projekti do të zhvillohet, dhe më pas sigurisht që efektet e një projekti të kësaj përmase në shifrat e eksporteve të shërbimeve, në shifrat e eksporteve të shërbimeve turistike, do të jetë jashtëzakonisht i madh dhe siç kemi bërë me dije dhe disa herë në një analizë të bërë për ekonominë shqiptare, multiplikatori i parave të shpenzuara nga çdo turist në vend amplifikohet nga një lek i shpenzuar në turizëm, ka 1.8 lek të gjeneruara ekstra nga sektorët të tjerë, të cilët janë të lidhur me shërbimet e turizmit, qoftë shërbimet e turizmit, qoftë transporti, qoftë shërbimet të cilat lidhen me prodhimin e ushqimeve, por pa diskutim dhe të një ndikimit do të jetë shumë i madh në shifrat e punësimit. Unë mendoj që nuk janë vetëm shifrat ekonomike të lidhura direkte me projektin që duhen mbajtur parasysh kur bëhet një analizë e rëndësisë së tij, por duhet mbajtur parasysh pa diskutim dhe se çfarë ndikimi do të ketë në investime të tjera të huaja që mund të tërhiqen në Shqipëri në të ardhmen, qoftë në këtë sektor, qoftë në sektor të tjerë. Ne kemi parë vitet e fundit që nga fluksi i lartë i turistëve dhe ekspozimi që Shqipëria ka pasur në ndërkombëtarisht, ne kemi pasur një rritje konkretisht të investimeve tuaja direkte, unë sapo i paraqita shifrat që vit pas viti janë rritur me të paktën 10%. Nga ana tjetër, edhe për investimet të cilat janë ekzistuese, është e rëndësishme që një investim i këtij standardi të vinë në vend me qëllim që të vendos një tjetër standard për ofrimin e shërbimeve të turizmit dhe për bizneset ekzistuese, të cilët janë bindur që do ta ndjekin në këto standarde pasi bëhet fjalë për një projekt i cili do të sjellë disa brende ndërkombëtare të mirënjohura dhe shumë të një niveli shumë të lartë në sektorin e turizmit. Përshëndetje, Eliza Gjediku nga Report Televizion. Po tek pjesa e investimeve, në çfarë faze jemi me përgatitjen e ligjit të ri për investimet strategjike, duke qenë se ligji aktual është drejt përfundimit të afatit dhe nëse mund të na zbuloni ndonjë detaj se çfarë parashikon të ketë kjo paketë religjore. Së dyti, sa i takon rritjes ekonomike, ju e cituat edhe vetë që sektori tekstileve dhe këpucëve vjon të ketë kontribut negativ në rritjen ekonomike, por edhe tek eksportet. A nuk mendoni se ka nevojë për një paketë tjetër mbështetëse ky sektor, ndoshta edhe për një kurs stabil ose të fiksuar këmbimi sapo të dalë nga situata e krizës dhe diçka të fundit për pensionet. Ju e cekët pak që do të kemi indeksimin në një korrik. Çfarë ndodh në 6 mujorin e dytë në rast se inflacioni do të rritet më shumë se sa 6 mujori i parë i vitit? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjet. Në radhë parë për sa i përket ligjit të investimeve, ne kemi marrë, si shumë reforma të tjera që jemi duke bërë në shumë sektorë të ndryshëm të ekonomisë, një ndër detyrimet dhe një ndër reformat që jemi duke ndjekur është përqendrohet në sektorin e investimeve. Ne kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të disavantazhuara, sipas modeleve që ekzistojnë dhe në vendet të Bashkimit Evropian. Kjo nuk është vetëm linjë që ne po ndjekim me qëllim garantimin dhe rritjen e investimeve në vend, investimeve në tërësi, investimeve të huaja dhe shqiptare. Ne jemi duke punuar për disa dokumenta politik, të cilët janë shumë të rëndësishëm në
në zhvillimin e ardhshëm të ecurisë ekonomike të vendit. Ne jemi duke punuar për dokumentin e politikave industriale, që përqendrohet kryesisht në critical raw materials, pra në materialet, në lëndët minerale, pasi Shqipëria ka një potencial shumë të madh që të zhvillojë industrinë nxjerrëse në bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian, duke synuar që ne këtë aset që kemi, këto burime që kemi, ti integrojmë në zinxhirin e vlerës së Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër jemi duke punuar për një dokument që lidhet me zhvillimin e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, dhe pa diskutim që gjatë këtij viti ne kemi filluar një punë në të cilën duam që të punojmë ngushtësisht me ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, me qëllim identifikimin e nevojave që ndërmarrjet e mesme dhe të vogla kanë për të arritur standardet e Bashkimit Evropian, dhe patjetër ofrimit të produkteve financiare me qëllim që ne të mbështesim sipërmarrjet dhe tregu i përbashkët evropian, tregu i vetëm unik evropian, të bëhet një aset i të ardhmes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe të bëhet një oportunitet, të shfrytëzohet si oportunitet me qëllim zhvillimin e tyre. Dhe këtu dua të ndalem në fakt dhe pyetja e tretë që juve kishit, që lidhet me fasonët, me industrinë e tekstileve, po, prej disa muajsh industria e tekstileve ka pasur një ngadalësim, në fakt prej disa vitesh ka pasur një ngadalësim, ndikuar nga efektet e kursit këmbimit. Ne kemi shprehur shumë herë, kursi këmbimit në Shqipëri është një kurs këmbimi, një regjim i lirë i kursit këmbimit, ku çmimi përcaktohet nga kërkesa dhe nga oferta. Ne nuk kemi ndërhyrë, pra qeveria nuk ka mekanizma që të ndërhyjë në kursin e këmbimit, pasi ekonomia e tregut e ndikon një politikë të tillë ku nxitet eficienca, produktiviteti dhe çmimet përcaktohen nga kërkesa dhe nga oferta. Ne jemi ulur në shumë tryeza me sektorin e tekstileve, ne besojmë që ka hapësirë që sektori i tekstileve të transformohet, të shkojë drejt prodhimit të një cikli të mbyllur. Shqipëria ka marrë ndër vite, është specializuar në prodhimet tekstile, dhe ne besojmë që duke krijuar një cikël të mbyllur, pra duke e bërë procesin nga A-ja tek Z-ja brenda vendit, por edhe duke krijuar brende shqiptare të cilat lën vlerën e shtuar në Shqipëri, ne do të mund që ta tejkalojmë këtë sfidë. Një iniciativë që besoj keni dëgjuar, por së shpejti do të futet në funksion, do të jetë efektive, është iniciativa Dyfisho sipërmarrjen tënde, në të cilën qeveria shqiptare po vën në dispozicion një vlerë të madhe për garanci sovrane, dhe në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe likuiditetin që Banka e Shqipërisë ka vënë në dispozicion për mbështetjen e bizneseve, do të arrijmë të garantojmë që norma interesit të kredive të jetë në nivelin 2%. Kjo është një normë shumë konkurruese, duke marrë parasysh kushtet e tregut, dhe pa diskutim që një pjesë e këtij instrumenti do të shkojë për të mbështetur industrinë tekstile, për të mbështetur transformimin e industrisë tekstile. Sa lidhet me pyetjen tjetër që juve bët, në lidhje me indeksimin e pensioneve, unë në mbledhjen e fundit të Këshillit Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve, i cili nuk do të jetë më në tetor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund të përballojnë rritjet e çmimeve. Sot që flasim, inflacioni është në nivelin 3%, ndërkohë që është në targetin e Bankës së Shqipërisë, pra nuk gjykohet se jemi në kushtet të një situate ku rritja e çmimeve është problematike, por pa diskutim që në çdo lloj momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve tej asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtresat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur, pasi synimi ynë, ne kemi deklaruar në fakt që në fillim të këtij mandati është që rritja ekonomike të preket nga të gjitha kategoritë dhe rishpërndarja të ardhurave dhe benefiteve të marrë nga rritja ekonomike të dedikohet drejt pensionistëve, dhe kemi bërë këtë nëpërmjet disa politikave që tashmë kemi ndërmarrë për rritjen e të ardhurave të pensionistëve.
Përshëndetje, Sabina Nika nga MCN Televizion. Zonja Ministre, për të mos rënë në përsëritje, ju shprehet për kolegen se projekti i Zvërnecit, pra ju ende nuk keni një projekt për Zvërnecin. Po për sa i përket projektit në zonën e Sazanit, a mund të themi që ekziston apo jo një projekt i tillë dhe përfitimet që mund të ketë ekonomia shqiptare? Faleminderit. Në zonën e Sazanit kemi filluar punën për të bërë disa veprime në lidhje me zhvillimin e zonës së Sazanit. Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompanin për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente. Faleminderit.